Rastet e divorceve në Shkodër kanë shënuar rritje gjatë viteve të fundit. Kështu shprehet avokati Ardian Brunga në një intervistë për radio-televizionin shqiptar, sipas të cilit ndërshkaqet më të mëdha të prishjes së një marrëdhënie është dhuna në familje dhe tradhtia. E kam një ndërgjyqje më të bezdishme se të prishet një familje nuk është kur, por ka statistikat për zyrën teme, paktën për shqipënoj, janë duke ushtu. Pra, ndoshta edhe gratë janë ba gjinja femnore ka kuptu edhe është ma pa dërushme, anërgjësu se nuk jetohet ta jetën me dhunë, me fjalë, me debate, ose kur nuk ka një dëshni reciproke me njëri tjetrin, nuk e gjajnë vetin dhe kanë fillu të nërgjësu dhe nuk dojnë me kalu një jetë të myllën ose në dhunë. Tjetër është tradhtia, të cilët realisht nuk falet nga bashkëshortet. Por si ndikon divorci tek fëmijët dhe cila është mënyra më e mirë për t'i mbështetur gjatë procesit? Kjo është një në rastet që unë mundohem me kanë faktikisht në përzijet e martesave, është shumë problematik puna e fëmijës, për arsye se gjëja më e keqe është prind abuzojnë me të drejtën e fëmijës edhe me takimin e fëmijës, pra përdorin fëmin për të nënshtruar ose për ta dhunuar partnerin tjetër. Në vitin që lan pas, gjykata shkallës së parë e jurisdiksionit Shkodër ka gjykuar 340 çështje me objekt zgjidhje martese, ku vetëm 10 prej tyre kanë qenë me kërkesë të dy palëve.